nga figuranti te peshkatari, heshtja si pranim dhe filozofia e maskave të pushtetit. Trafikanti peshkatar Gjergj Luca u vërsulet me një agresivitet të shkumzuar të gjithë komentuesve në rrjetet sociale që etiketojnë me nofka përçmuese si shërbëtor të kryeministrit. Kur e quajnë byll Elpirës dhe i kujtojnë se servilizmi i tij është thjesht një detyrim ndaj pasurive, fondeve shtetërore të dhuruara, evazionit fiskal të lejuar dhe paprekshmërisë në trafikun e drogës, ai nuk nguron të reagojë egërsisht. Por, sapo loja ndryshon dhe në skendele shkuara, ideologu i varkave dhe i tenderave pëson një paralizë publike. Ai hesht. Nuk reagon ndaj asnjë komentuesi që i kujton zullumin më të madh të rinisë së tij. Periudhën kur shërbej si spiun i ish sigurimit të shtetit në Tiranë. Nga mosha 17 vjeçare në vitin 1981 deri në moshën 27 vjeçe 5 muaj në fund të vitit 1991 kur ajo strukturë represive u shkri zyrtarisht. Filozofia e heshtjes, kur e vërteta të zhvesh nga maska e të fortit, një vështrim filozofik mbi tranzicionin e xhelatëve të vegjël. Në teatrin e madh të tranzicionit shqiptar, figura si Gjergj Luca përfaqësojnë metamorfozën e përkryer të oportunizmit. Filozofia e heshtjes së tij përballë të kaluarës nuk është harres, por një strategji mbi jetese ndërgjegjës së vrarë. Kur sulmon ata që e quajnë shërbëtor të Ramës, ai thjesht mbron biznesin e sotëm një rol që kërkon zhurmë, arrogancë dhe shfaqje force. Por kur përballet me pseudonimin e tij të hershëm, maska e burrit të fortë të vetbër, bie. Heshtja këtu kthehet në pranimin më të pastër filozofik. Ai e di se pushteti i sotëm është i përkohshëm, por damka e spionit që shet shokët për liri është e përjetshme. Ai që dikur spiononte nga frika e qelisë, sot bërtet për të fshehur të njëjtën frikë atë të zhveshjes morale përpara publikut, rekrutimi. Kur baba i dorëzon të birin te sigurimi, mungesa e guximit për t'u ballafaquar me këtë përvojë 10 vjeçare si spiun lidhet me një të vërtetë të dokumentuar të cilën ai nuk e zhbën dot. Sipas informacioneve tona, ai ka qenë pjesë e rrehit më të errët të bashkëpunëtorëve të ish sigurimit. Dhe zanafilla është sa familjare, aq edhe tronditse. Ai u rekrutua nga Iati, aktori NL, njëherë është një nga 53 ish bashkëpunëtorët aktive të përkushtuar të sigurimit në trupën e artistëve të teatrit dhe kinostudios. Ishte Iati që ia rekomandoi operativit D. Shehu, duke dhënë garanci të plotë për aftësitë, korrektesën dhe konspiracionin e të birit. Rekomandimi dhe rekrutimi i Gjergj Lucës si syri dhe veshi vigjilent i regjimit erdhi pas arrestimit të tij të tretë për vjedhje. Për t'i shpëtuar prangave, ai dha provën e parë të tradhtisë. Spionoi shokët me të cilët kishte vjedhur, duke i dërguar ata direkt në qelitë e burgut. Dëshmia e shkruar në dosje dhe e pranuar në Opinion. Sipas kartelës së tij personale në autoritetin e dosjeve, Luca e bëri këtë rrëfim vullnetar para operativit DKSH. Dhe prokurores Tiranës, Dolores Velaj, ku nxori zbuluar të gjithë shokët e tij hajdut dhe elementët antiparti. Këtë moment të errët, ku nisi rrugtimin si spiun me insistimin e të atit, trafikantin nuk e ka mohuar dot as vet. Më 27 dhjetor të vitit 2023 ai, i ulur në studion e emisionit Opinion në TV Klan, ai deklaroi publikisht: "Babai më mori për krahu dhe më çoi te policia e burgut e Mine Peza, por gjatë rrugës për atje më tha se ata të policisë e prokurorisë që kishin besim te ai, i kishin thënë që shokët e mi ishin arrestuar dhe duhet të tregoja çdo gjë që kishin bërë bashk, në të kundër do të futesha në burg përsëri dhe do t'i nxirrnin me dajak." Nga pseudonimi figuranti te rrjetet e drogës, pasi shiti shokët për të shpëtuar lëkurën, Luca firmosi me vullnet të plot deklaratën e bashkëpunimit. E pagzuan me pseudonimin cinik figuranti. Që nga ai moment, detyra e tij ishte të raportonte çdo gjë që dyshonte, dëgjonte apo shikonte brenda dhe jashtë grupit të tij shoqëror. Këtë aktivitet ai e ushtroi me përpikëri për 10 vite me radhë deri në dhjetor të vitit 1991 kur u shkri sigurimi i shtetit. Por si një kameleon i vërtet, pas vitit 1992 ai ndroi lëkurë. Krijoi lidhje të ngushta me shefat e rinj të SHIK-ut, duke mbajtur këtë herë maskën e demokratit.
Nga figuranti i sigurimit, ai shpejt u bë protagonist në grupet e trafikimit të drogës me një rrjet të organizuar që shtrihej deri në Greqi ku përfshiu edhe aktorin VG, i cili ndryshe nga Luca u arrestua dhe u dënua atje. Sot, Gjergj Luca mund të bërtas sa të dojë në videot e tij në Facebook, por përpara pasqyrës së të kaluarës, figuranti mbetet thjesht një njeri në arrati nga vetvetja.